Partia Demokratike dhe Partia Socialiste kanë ndërtuar regjimin famkeq të partitokracisë. Ato kanë monopolizuar dhe shkatëruar zgjedhjet. Në Shqipëri nuk bën zgjedhje të lira e të ndershme. Vetëm 4 parti numërojnë e rindajnë sipas qefit votat e gjithë partive të tjera. Militantët e tyre të urdhëruar vjedhin e shqyejnë votat në çdo palë zgjedhje. Partia Demokratike dhe Partia Socialiste vjedhin dhe deformojnë çdo palë zgjedhje edhe kur janë në pushtet, edhe kur janë në opozit. Kuptohet se kush është në pushtet, vjedh, blen dhe deformon më shumë vota. Misionet e huaja të monitorimit dhe certifikimit kanë dështuar plotësisht të ndihmojnë Shqipërinë të bëjë zgjedhje të lira e të ndershme. Diplomatët e huaj kanë në Tiranë ndikimin më të madh që kanë shërbimet e ngjashme dhe kolegët e tyre në vendet e tjera. Kjo ndodhi jo vetëm për faktin se qeveritarët e politikanët e Tiranës sa janë brutale arrogant me qytetarët dhe popullin e Shqipërisë, aq edhe më shumë janë servile të përujur ndaj diplomatëve të huaj. Por siç e dimë të gjithë, këta qeveritarë janë korruptuar e të kapur dhe lehtësisht të shtrënguar nga presioni ndërkombëtar. Me të drejtë opinioni publik ngre dyshime për këta diplomatë huaj që certifikojnë zgjedhjet shqiptare si të pranueshme pavarësisht problemeve për 23 vite me radhë. Ata e dinë shumë mirë se zgjedhjet shqiptare janë të papranueshme në botën e sotshme demokratike. Unë duhet i pyes publikisht ta ambasadorët huaj. Pse ja bëni Shqipërisë këtë gjë që nuk do e pranonit kur t'ja bënit vendit dhe popullit tuaj? Unë nuk duhet i bashkohem opinionit që ndeshet gjithnjëherë më shpesh se disa diplomatë huaj mbyllin sytë ndaj keqçeverisjes dhe zgjedhjeve pa standarde në Shqipëri, sepse ata përfshihen në interesa specifike me qeverinë. Zullumi me zgjedhjet është trashur në ekstrem. Nuk mban më dhe do të kputet. Nëse këto zgjedhje do të bëheshin në një vend nga vinë zotërinj diplomat në fjalë, vendet e tyre do të përfshiheshin në zjarr, në flak dhe në përleshje. Këto diplomatë dinë shumë mirë se pas zgjedhje të lira e të ndershme, sistemi nuk funksionon, elitat politike nuk përtërihen, demokracia kushtetuese shndrohet në një farsë dhe asnjë reformë tjetër nuk jep rezultat. Si mund të pretendojnë këta diplomatë për reformë drejtësie në Shqipëri, kur ky vend nuk bën dot zgjedhje të lira e të ndershme? Kjo nuk qëndron, nuk bën sens. Reforma zgjedhore dhe pastrimi përfundimtar i zgjedhjeve në Shqipëri është reforma e të gjitha reformave, është mëma e të gjitha reformave. Fakti se këta diplomatë huaj me influencë të madhe në qeverisjen e vendit tonë për kaq kohë injorojnë plotësisht situatën reale të zgjedhjeve e vënë dyshim gjithë sinqeritetin e tyre në investimin për reformën në drejtësi. Drejtësinë e Shqipërisë nuk do e rregullojnë as këta diplomatë dhe as elita e korruptuar politike e Tiranës. Qeveria e ka bërë, e bën dhe do e bëj korrupsionin edhe në të ardhmen. Qeveritarët e majtet djathtë dhe elita politike shqiptare janë burimi më i madh i korrupsionit edhe në drejtësi. Drejtësia dhe çdo pushtet tjetër në Shqipëri do të fillojnë të rregullohen vetëm kur sovrani të vendoset në rolin e vet në demokraci, në rolin e sovranit, vetëm kur populli të zgjedh vetë përfaqësuesit në të gjitha pushtetet, përmes primareve dhe përmes zgjedhjeve të lira e të ndershme, me standarde dhe gjithëpërfshirëse, si në gjithë vendet e tjera demokratike të botës. Si mund t'i besojmë këta diplomatë që thonë se mund bëhet reforma në drejtësi edhe pas zgjedhje të lira e të ndershme, me zgjedhje pa standarde dhe jo gjithëpërfshirëse? Me këto zgjedhjet pa opozitën, i bie që leadershipi i rilindjes do të jetë edhe qeveria edhe opozita e ardhshme. Kështu reformën në drejtësi do e bëj rilindja me kukullat e saj. Po kush shqiptar mund besoj se rilindja do bëj reformën në drejtësi? As rilindja vetë,
nuk beson te drejtësia e saj.